Foto cila është realizuar, nëse nuk gaboj, vitin e kaluar. Para se ta shpjegoj, domeni im kryesor është në fotot e biznesit. Fotot të cilat ju ndihmojnë njerëzve të arrijnë t'i rrisin shansat në tregun e punës, ta prezantojnë biznesin e tyre më mirë. E këto janë faktikisht pjesë e një serie të fotografive që është bë gjatë panairit të librit në një kështjell në afërsi të Neuchâtelit, organizuar nga një mik im i afërt i Liri. Edhe si pjesë e panairit ishte edhe u ofronim shkrimtarëve të bëjnë fotosesione. Edhe skenën e kishim rregulluar ashtu, e kanë maqinën e shkruajtë, edhe nëse nuk gaboj, shkrimtarja e ka emrin Dunja Mirales, edhe ajo mori pjesë në panairin aty. Edhe pse e përzgjodha këtë fotografi është sepse ma kujton atë verbrimin që neve e hasim si artist në gjatë procesit të krijimit, gjatë procesit të punës të cilën e bëjmë, edhe kjo e manifestoj në këtë mënyrë, që këtë edhe gjatë shkrimit ajo ishte e verbruar prej punës të cilën e bën, edhe për mua ishte shumë një mënyrë interesante për ta ilustruar pak a shumë atë verbrimin që shpesh artistët e hasin gjatë prodhimit, gjatë punës së tyre së përditshme, qoftë në letër, qoftë si shkrimtar, qoftë si fotograf. Unë ngadonjëherë shpesh them edhe që prej fotografisë, ndoshta prej dritës me të cilët jam përpjek t'i paraqes njerëzit tjerë në dritë më të mirë, jam verbruar vetë.